Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur dhe plot shëndet. Kantari Hajro Pepaj fton spektatorin në koncertin e tij recital Një jetë me këngë. Është i treti në radhën e koncerteve recitale që ky këngëtar organizon, por që i shtohet një veprimtarie të bukur që ai ka përgjith gjatë historisë së jetës së tij me këngën. Mbreslënsa, një këngëtar që lidhet me Shkodrën, por jo vetëm me këngën e tij. Një këngëtar që komunikon bukur me hapësirën vokale që jep talenti dhe prirja e tij muzikore, por dhe një këngëtar që kërkon shumë në ecurinë e tij artistike. Përndryshe, nuk do të ishte kjo ecuri e koncerteve të tij recitale, është koncerti i tretë recital që ai organizon dhe po t'i drejtohemi këtij koncerti, ka një hapësirë shumë të madhe artistike me pjesëmarrjen edhe të ftuarve dhe artistëve të tjerë, por që emëruesi i përbashkët është kënga e këngëtarit Hajro Pepaj, të cilën sot unë e kam ftuar në Mirëmëngjes Shkodër. Nadia, mirë dhe mirë se keni ardhur. Nadia, mirë si u qej. Si fillim dua t'ju uroj shumë dhe dua të shpreh atë kënaqësinë që ky program të jetë një augur i mirë krahas të gjithë ecurive tuaja për mbarësi dhe suksese nesër në skenën e teatrit. Unë kam kënaqësinë rrallë parë që ndodhem në këtë studio, aq më tepër me ju, Rita, si një ikonë e Radio Shkodrës, edhe që unë personalisht nuk do ta imagjinosha një emision po azanin tuj. Ju falenderoj, secili në pozicionin e vet, dhe kështu ne qëndrojmë përpara një këngëtari që jetën e ka blatuar me këngë, jo thjesht për vete, por edhe për dëgjuesit, spektatorët, njerëzit admirues të këngës, njerëzit që duart trokasin me shpirt, njerëzit që kanë nevojë shumë për këngën. Jeta është e vrullshme, e larmishme, po një njeri që këndon edhe pa kënë një dëgjues, edhe nëse nuk është këngëtar, ai e këndon këngën bashkë me këngëtarin dhe kjo është një dhuratë që ju artistët i bani. Është e vërtet. Diçka shumë e bukur. Megjithatë, tash ti po kulmoni. Yes. Po kulmoni me aktivitetin tuaj, sepse unë do t'ju pyes që kur kanë nisur përgatitjet, por këto ditë janë ditët më intensive tuaj, si po ndjeheni? Ditë me të vërtet intensive, Marita, sepse është një angazhim mjaft i madh me një staf shumë të gjanë, qoftë muzikor, qoftë në aspektin organizativ. Dhe më thënë, po dukem si moj e ri, dhe është në kohën e pleqnis, në kohën dëllë kom të kuptimin e mirë fjallë. Zbuloni brenda vetes energji të reja, gjatë që ju japin një dinamizëm. Është mas e vërtet, sepse po zbulon me të vërtet energji të reja, edhe po shumë vetin i fije pak më të rinum, nga që jam me shumë, nga dita në ditë për këtë. Është diçka shumë e bukur, është i treti koncert recital, ndoshta me një hapësirë kohore, por gjithsesi duket se paska qenë një objektiv ose një dëshirë ose një ëndër që ju ta realizoni përsëri. Unë uroj që të ketë edhe të tjerë pas këtij. Por që patjetër që ka qenë një dëshirë prej kohësh. Është prej kohësh faktikisht kjo dëshirë për të realizuar një koncert të tretë, por gjithsesi, domethënë, si projekt kam pas prej disa vite, por erdhi momenti domethënë që u pjekën kushtet dhe kisha më shumë dëshirë që ta bësh edhe një koncert të tretë. I treti në radhë. Shpresojmë gjithmonë të jeni në formën e duhur. Do të thotë që vokali juaj është gjithmonë
shoh që jam mirë dhe ne jam mirë, me thënë drejtën, edhe besoj që t'ja arrijë me sukses. Bani ndonjë kujdes të veçantë? Po, mundohem Po e them sepse në këto momente kam pak zëri delikat. Mundohem edhe me bëj kujdes të veçantë, gjithmonë në mbështetjen e familjes, se ata janë rojtar të mua të mirë. Si pa flas në mënyrë popullore, si thot bashkëshortja jeme. E përshëndesim zonjën tuaj. Thot kujdes fytën të se po të uftoh fyti ty, jenë aftoh edhe na. Kështu është një familje që pulson me ëndrat e gjithë secilit për me realizu. Gjë e bukur shumë. Do të keni shumë këngë në këtë koncert? Në këtë koncert janë rreth diku 25 këngë. Po. Ndoshta ka me shku pak gjatë si koncert. Po ku ka ma mirë se me kënu, Madje, problemi ishte kur po bësha platformën e këngëve, kjo është e bukur, kjo është e bukur, kjo është e bukur, edhe përzgollëm bashkë me maestrot diku 8 repertore, kolazhe. Masanej detyrimisht të i pase se do të shkote shumë gjatë, u detyru me hek 2 kolazhe që më dhimësen, nga që edhe u pununin e më dhimësen, por e kisha konceptu si ta bëj sa më shumë këngë dhe kjo koncert. Më që shumë e bukur, sepse jam e bindur se spektatori do t'jetë në të gjitha këngët ose shumicën e këngëve duke këndu ku ka më mirë. Është një mrekulli. Janë këngë të viteve të fundit, apo ai titulli Një jetë me këngë ka përmbledh shumë vite, shumë eksperjenca, shumë treva? Me të thënë drejtën, unë jam i dashuruar që është fëmijëni me këngën Shkodrane. E kujtoj vetin në qyrë fëmini që një gjoshë në ora 5 mas ditë Radio Shkodrën, se jetë në ora 5 e famshme ka qenë me ato kolosat që kena pas në këngëtarë të mrekullueshëm, edhe aty kam marrë atë njësin ora 5 edhe ty pas për asysh që jam dëshëru me këngën qytetare e Shkodrane, edhe koncertin e kam konceptu me këngët e traditës. Gjithmonë e kam menduar që ta gërshetoj me pak këngë të Kosovës, me pak këngë të Shqipërisë mesme edhe me pak këngë të Jugut. Edhe të Jugut. Keni këndu ndonjëherë në tjetër këngë të Jugut? Është rësi, unë e kam thonë edhe në intervista të tjera, mësuesja jeme e parë, Reze Bala, në klasë të parë, unë s'kam kënë zonë si mirë kështu me mësu që në klasë parë, s'kam kënë zonës i mirë, atër që bote me mu... Ti qenë shumë i mirë në landën e muzikë? Dhe që bote me mu më zjarë me kënu. Edhe në klasë parë, më kujtaj në ofta në të kohë ka kënë hit, kënga Vlonjate, në një portokale mëj. Edhe më zjarë dhe mu aty, kënoj kënga, e kënoshe unë e të këngën. Çuditërisht, do me thonë, kënga parë që kam kënu, do me thonë aty në një portokale, këngë Vlonjate në Shkodër, dhe më ka me mure, por me sa duke, do me thonë, me sa arri me kuptu, kjo ka kanë hit në atë kohë kënu të këngëtarja mrekullueshme Miliha Doda. Jo, ajo ka trokitur tek krejt but, mësuese Rezja, tek një dëshirë juaj, edhe ka zbulu, ka nxjerr nga ai rafti juaj plot ëndra, një element shumë të rëndësishëm që u bë një rrugtim më pas. Pas portokallës, u shë di sa kanë të tjera, edhe ti e ke hequr pash me shumë lanë dhe shumë mësues. Nuk e di, nështë ka linë, do me thonë si e shumë, edhe kur hyte mësuesja në klasë, po më gjetë tyra të volinës. Edhe ty, e ke parasysh, do me thonë, nështë kisha të linën. Me gjithatë erdhi një moment që dullet në skenë, si ishte? Atër me kalimin e viteve, unë si ndava si herë këngës, me thonë të drejten, të fillimet, pa marrë ato fillimet e para si solist, me klubin e rinistat të kohës, me shtëpinë e kulturës të kohës,
Po, klubi i rinis ka qenë një institucion i mrekullueshëm. Ka qenë institucion i mrekullueshëm, me muzikantë të mrekullueshëm, me drejtues të mrekullueshëm, siç ka qenë Zotni Nardi, Bardh Luka, Tonin Tarnaku, kena pas një ambient shumë familjar e shumë të këndshëm, mbështetës deri në fund. Mësënej me kalimin e kohës me nërmarrjet artistike që u boshin estradat përvitshme në kinema punëtori arqujt në të kohë, që kanë shumë të larmishme, shumë të shpeshta. Aty mësënej kam pasat fatin e mirë me Pallatin e Kulturës punëtori, me uzinën e Drini, e ma vonë me nërmarën e SMT-s, gjithmonë me mjeshtrat muzikës. Me uzinën Drini kena pas të njerin Xhavi Tujkani, që të ka eduku në aspektin e kanë. Kena pas të njerin Nazmi Lishi, që ka kanë një kolos edhe ai, e shumë të tjerë. Ka qenë dhe njerëz shumë komunikues. Edhe shumë komunikues, shumë dashamirës. Dhe sa që dhe më thonë kena rujt masënej edhe shoqni e miqësi deri është shumë e rëndësishme kur dikush të hap derën, sepse po t'jete kundërta çdo gjë merr edhe ndonjë devijim ose jo atë dëshirën për të realizuar. Edhe me kalimin e viteve masënej fillova bashkëpunime me të njerin Luan Borova. Mirë, po kjo ka kënë një mështetje shumë e madhe për mua që me duku me këngën. Janë disa personazhe dhe personalitete të artit, të cilët nuk mund të harrohen dhe për këtë bravo ju qoftë që shprehni mirënjohjen, ata nuk kanë mundësi të dëgjojnë sepse nuk janë në këtë jetë. Është fatkesi që nuk i kena mes nesh, sepse për mua kanë kolosat e muzikës. Në shkollë kanë punu shumë dhe kanë punu në mënyrën më profesionale. Respekt shumë për aktivitetin. Sepse unë kujtoj edhe pse kam kanë i ri, unë kujtoj, nuk leshin me kënu këngën si dërvet, po ashtu si është kënga. Pra, ishin përkushtuar puna me ta. Ka një shkollë në vedja. Gjithmonë keni kënu këngën popullore apo ju kanë dhënë edhe këngë të tipeve të tjera? Ka pas raste që kam kënu edhe këngë të muzikës letë në këto aktivitete. Edhe në një serenat shkodrane. Po, pse nuk jeni përkushtu edhe ati tipi këngë? Nuk është që më përkushtu, sepse unë i kam kënu në eventet të ndryshme, ku kënojmë live, një pjesë e mirë e repertorit. Edhe të huja? Po, tjetër edhe të huja. Kështu që ajo... Por, baza gjithmonë është popullore. Edhe ka kanë edhe metet kënga popullore e shumë që për mua është shumë e bukur e shumë e këndshme. Keni pas sfida në curinë tuaj të periudha, për shembull që keni qenë edhe me angazhime të tjera dhe sikur nuk e keni pas në pikën e qendrës tuaj aktivitetin muzikor, apo gjatë gjithë kohës aktiviteti muzikor ka qenë i parë? Non stop gjithmonë kanë aktiviteti muzikor i parë. Unë prej vitit 91, unë nuk kam ba ma asë një punë tjetër. Unë jam marrë vetëm me këngë, që oftë me gëzime familjare, që oftë me koncerte, mrana dhe jashtë Shqipëris. Kena vëltu shumë në përbot, edhe... Po bëme pa geografin tuj të televizjeve, ku shkon? Në çfarë vendesh? Në shumë shtetet e Europës kam performu me koncerte të ndryshme dhe shumë koncerte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe në Kanada. Pra, e ke kapërcyer oqeanin me shumë herë, shumë herë. Ke ndonjë brezë të veçantë nga jo vetëm nga duartrokitjet, nga entuziazmi, nga atmosfera që është kriju gjatë koncertit, po ndoshta nga një persona të veçantë të cilët edhe nuk mund t'i harroni. Po tjetër që edhe marrësat janë që mesin si kujtim në momentet caktume. Për shembull, du me përmend këtu kur
kam bën një koncert në New York, aty gjeta njerëz që kishte shumë vite, po edhe emocioni ishte shumë i madh. Ky koncert u organizohet nga familja Drishti, familje shkodrane. Njerëz të mrekullueshëm, por kam gjetur edhe shumë miqë të kahershëm, miqë që është kohët monizmit, që unë kisha shumë vite po i pa, dhe emocionet kanë... Gja shumë e bukur. Keni një repertor shumë të gjanë, sepse edhe e ushtroni në netët live, në përballje gjithmonë me spektatorin. Si kanë ndiku këto net live, ky aktiviteti juaj për me ardhë deri tek ky koncert i tretë recital? Netet live janë ato që të bojnë gjallë. Sepse jeton kohën në aktivitet ashtu. Unë kohët e fundit, për shumë, për këtu në Shkodër, kam performu të Oborri Shkodran. Kam disa vite që performoj aty. Madje, unë një momentet që këtu me thosha duhet me ndërru, sepse se me thonë hajre të i njajti. Njërë po ka kanë aja dhe me thonë dashamirësia edhe mënyra larmia që njerëzit nuk janë mërzit me mu. Kjo është. Edhe kjo më banë mundi mirë. Kjo është. Kjo më banë mundi mirë. Mbaj mend që... Repertori gjithmonë është i shumë i gjanë, sepse në këto performanca duhet me kënu 3 orë, 4 orë. Duhet me kënu aqë shumë si kohë. Aty përfshihet basën në i serenata shkodrane, serenata korçare, këngë popullore, këngë të huja. Ju këndoni shumë bukur këngën bosnjake, sepse keni dhe preardhje. Në koncertin e dytë keni thënë, unë do të drejtohem kësaj këngë edhe për të hirtë një dashurie të madhe, siç është dashuria e nënës. Preardhja e së cilës nënës suaj është nga Bosnia, Sarajevo, nuk e di. Do të këndoni në këtë koncert edhe këngë bosnjake? E kam mënu, jo me të pru, në kujtim të nënës teme, me kënu një këngë. Shumë bukur. Po gjë shumë e bukur, pse janë këngë të mrekullueshme. Ja, menova që mos me të pru, për shkakun në koncertin e kalum, kam kënu 3 këngë. Po, këtë herë e keni shiku edhe me jugun dhe me Shqipërinë e mesme dhe keni dhënë mesazhe nga të gjitha trevat. Duete do të ketë në këtë... Unë kam konceptu në nëshe, duete nuk kena, por kam ftu grupin e burrave të karafilave dhe Shkodrës, që të më shoqënojnë të gjitha këngë gjatë gjithë koncertit. Ka diçka e bukur, aty ka një buqet me zana të mrekullueshëm. Janë mrekullueshëm, sepse tash janë djemtërive të mje, kam nga Brezi i Kalum, që është Zotni Çeka, po. Ndërsa të tjerët janë djemtëri për të mrekullueshëm edhe talentuar. Është gjë e bukur që ripërtrihen. Me mba qevi që po mahet grupi. Që po mahet. Sepse grupi Karajfilat që ka Shkodra, ju e dini mirë, kanë pas një performance të mrekullueshme. Po. Edhe tashti nuk duhet ta humbasin besimin tek të rinj, sepse edhe këto janë shumë bukur. Koncerti me 25 këngë. Po të kisha mundësia dhe ma shumë do kisha bërë, por problemi është se sa shkon në Jo, po kjo tregon mundësin që keni vokalisht për me realizu. Keni bashkëpunu me mjeshtra të orkestrës, të drejtues, apo ja? Në koncertin e parë kam pas drejtues artistik Gazmen Krajen. Gjithashtu dhe Luan Dagistanin. Në koncertin e dytë, drejtues artistik ka kanë Luan Dagistani. Nërsa në këtë koncert e konceptova në nëshë e tharë du me i ba 2 mjeshtat bashkë, Ilir Zogën edhe Gazmen Krajen. Suksesa. Si drejtues artistik edhe si orkestrus.
Për mu janë dy mjeshtrat mrekullueshëm. Të jashtëzakonshëm që po japin qytetit, po ata shikojnë në mënyrën më të mirë. Edhe orkestrant. Edhe orkestrantët të mrekullueshëm që Do të ketë këngë të kompozuar koncerti apo janë të gjitha tradicionale? Kam me të tradita të ky koncert dhe kam menduar një këngë tashmë si gjysh me 4 nipa një mbes. Kam kompozu vetë një këngë për nipa dhe mbesa. Po mirë, tash pa dasht me hum atë ekskluzivitet, sepse kjo studio është modeste nga ana artistike, por mund t'japi një sinjal që kjo këngë është aty në koncert. I drejtu me emra këtyre. Do t'jenë edhe nipat e mbesat? Patjetër që do t'jenë aty në sallë të gjithë. Në sallë? Patjetër. Po si është e Nuk e kam konceptu me emna, sepse fundit të mosmetet krejt e personalizume, por t'ju kushtohet gjithë gjyshave. Ja, shumë e bukur, sepse pikrisht artisti këtë mesazh jep përgjithësues për njerëzit që ta ndinë dhe ata. Po, a mund të na... Pa një refren. Një refren, pa. Me nipa e mbesa, plotë e kena shtëpin, janë si dritë e diellit, nuk e ndjejnë pleqnin, janë si dritë e diellit, nuk e ndjejnë pleqnin, jam një gjysh i lumtun, me nipa e mesa, unë asgjë tjetër, jo nuk du nga jeta, unë asgjë tjetër, jo nuk du nga jeta. Sa gjë e bukur, pa që jetë, shëndet. Edhe ju rejton gjyshet i paqin me jetë, edhe kush nuk i ka, i gëzov zoti me një pa mesa. Gjaja, urimi më i bukur i çdo familje, vazhdimësia, nipi, mesa, kjo është e mrekullueshme. Edhe një në shtysat, familja është pa diskutim bashkëshortja, hajde me ballë një koncert. Sa bukur, një shtys. Tjetër mëse një vajza dhe djali, me ballë, po shumë me ballë, por shtysa bëmë dhe ajo po thonën, është e nipave mesave që t'ju lëmë. Bravo. Po duhet bërë përsëri, mas 2 vitesh bani një koncert tjetër. Sepse në koncertin e dytë kam pas vetëm nipin e mall, 3 vjeç ka kanë atë. Si ka emri? Floris, të përshëndesim. Edhe shpresojmë që na bëhet një futbollist i mirë. Ashtu, nuk ju vjen pak keq që nuk është edhe këngëtar? Nuk e ka atë dhunti. Janë të tjerë. Është i përkushtuar. Shpresoj Mesa. Është 4 vjeçe dhe atë një gjën t'i knu të ditën. Si ka emri? Sofia, shpresojmë të jesh këngëtare si gjyshi. Gjash shumë e bukur. Një koncert e vërtet sjell gëzim, sjell një angazhim shumë të madh, ju keni ftuar edhe artistë të tjerë apo jo? Në zhanrin e këngës kam ftu mikun tem, këngëtarin e afirmom dashme edhe pse i ri, Klisman Vllazani. Suksese. E kam dashur dhe kam përkrahur vazhdimisht nga që për unë traditën e këngës qytetare, edhe kam ftu në këtë koncert. Gjithashtu kam ftu një zonë që për mua brillant, zonjën Leonora Luca. Respekt shumë. Nuk e di arsyeën ashtu, ndoshta pak e lanën në hije. Ajo është një mësuese shumë e përkushtuar, por edhe zëri veçantë ka. Një këngëtare mrekullueshme me një zot mrekullueshëm, një zoje mrekullueshme, pra. Edhe rezaton personalitetin e saj. Nuk jam hap më shumë në koncertin më përpara kam pas gjithë këngëtarët e brezit. Po ndërkohë ju keni ftuar artistë të tjerë të humorit? Po tjetër që do ta gërshetojmë edhe me pak humor, gjithmonë me miq dashamir, me miqtë e mi Zhyliha Miloti, Besnik Qinari, Dana Xhai, Muhamet Çekini. Por për këtë artist të pavdekshëm. Por tu i pas parasysh që Shkodra i don edhe i mirë për gjithmonë, kam ftu edhe 2 parodistat e Vlorës. Sa gjë e bukur. Shkodra gjithmonë ka kënë hapun për
marrëdhënie miqësore, vllazërore, artistike e të gjitha llojet, duke respektuar mikun dhe shokun. Diçka që ju vën në një atmosferë të veçantë pune. Nuk e di nëse po ju ngacmoj pak, por në intervistën e më hershme në tetor të 2019-s, kur ju kam pyetur për mbështetjen, sepse kjo lind natyrshëm, është një sipërmarrje e madhe dhe zakonisht ne kur shohim një koncert, më përpara jepen sponsorat. Ju më keni thënë, unë koncertin jam autor vetë për të gjitha. Nuk e di se si keni qëndru kësaj pas kaq vitesh që organizoni koncertin e tretë. Vetëm edhe në këtë koncert e tretë sponsori vetes. Bravo. Di si është gjithse kush ka atë, por unë kam vret që në konceptin tëm gjithmonë ka kanë që sepse kur bën një koncert rezital fillen reklamime, fillen diçka, edhe bizneset, ose po hyjë bizneset, ata shohin që po organizohet diçka. Biznesi duhet më ofru vetë artit e kulturës, më sa kanë mundësi. Nuk duhet asnjëherë që më shku me lyp kuptimin se pa them në mënyrë ordinare më shku me lyp. Unë këtë se kam dashur se kam pranuar kurrë. Keni gjetur rrugën tuaj origjinale, jeni përgatitur ashtu siç jeni përgatitur nga ana vokale, artistike, konceptimin e përgjithshëm të arkitekturën e gjithë koncertit, jeni përgatitur edhe nga ana tjetër mbështetëse, e cila natyrisht kërkon. Prandaj këto gjana nuk bëhen me sot me nesër, po si bleta punëtore mbyllet. Është vërtet, duhen vite për më përgatit për një koncert. Pra janë edhe të gjitha këto. Aq më tepër ty pas parasysh që organizimet janë rreth 30 persona, staff, jo humor, jo muzika, jo të gjitha. Teatri Migjeni ju ka dhuruar apo nuk ju ka dhuruar? Me ka mirë prit. Ju ka mirë prit. Një natë apo? E kam menduar me ba vetëm një natë. Një natë. 2 koncerte të tjera i kam bën nga 2 net, por unë mendova që ta bëjmë një natë. Do të jetë shumë speciale. Është edhe një koincidencë që data 18 koncert, në ora 12 natës fillon ditëlinja jeme dhe nuk e kish, nuk doja që më thonë, nuk dosha që me përsërit veten edhe një natë tjetër. Po, ndoshta ndonjë surprizë ju bëhet duke u rush shumë urime për ju, po mund të jetë paradhënia dhe kjo s'ban, kështu që me zemër çdo kush ju uron paqe jetën e gjatë dhe mbarësi e suksesit gjithmonë. Është një koncert që nuk duhet humbur, por me sa shoh nuk ka bileta. Është vërtet. Ka disa ditë që nuk. Kjo do të thotë se shkodranët ju presin. Është vërtet. Edhe mezi që presim ashtu siç. Është vërtet dhe është një kënaqësi shumë, sepse këtu hyn po dalim edhe të sponsorit, sponsor general, spektatori i Shkodrës, publiku i Shkodrës që më kanë mbështet. Kjo është mirënjohja. Që ju e keni për spektatorin një bashkëpunim, një marrëdhënie pa të cilin artisti nuk mund të bëjë. Është si ajo lulja që dën ujë. Ky është uji, spektatori është uji i artistit. Ujitja. Edhe nuk shpresoj, uroj që t'i kënaq sa më shumë, edhe të shkojnë çdo gjë mirë. Ty pas parasysh që në 2 koncertet e kaluame të parin e kam pas pak më të lehtë në kushte më të vështira të kohës. Atë kohë kanë kushte shumë vështira teknike. 2002-shin. Por e kam pas pak më të lehtë sepse kam pas organizator zotin Arben Mazi. Dhe me ton pjesën jashtë skenës është marrë Arbeni edhe mi ka kryer në punë. Unë jam marrë vetëm me këngën. Ndërsa në këto 2 koncertet, sidomos tash këtë koncertin e tretë, domethënë me organizimin me çdo gjë jam ju jeni specializuar edhe si menaxher arti. Jo, por ajo që më bën përshtypje gjatë gjithë kësaj bisede që ne realizum në studio, mësoj se
Një artist vlerësohet për atë çfarë jep në artin e tij, por mendoj se vlerësohet edhe nga njeriu që ka brenda, dhe këtu futet e cunia, futet mirënjohja. Aty ishin shumë bashkëpunëtor tuaj. Ishte spektatori i Shkodrës, të cilët ju e quani uji i një bime. Është familja juaj, janë miq tuaj të cilët ju nuk i harroni asnjëherë. Dhe e përbashkëta kënga popullore shkodrane, pa të cilën arti dhe muzika në Shkodër nuk ka kuptim. Unë ju falenderoj shumë që sot ndat emocione e curi, ndat pikrisht hapat e kësaj sipërmarrje të veçantë artistike, në të cilën ju nuk jeni vetëm këngëtari, nuk jeni vetëm ai që emëruesi përbashkët i të gjithëve në skenë, por jeni shumë të shka më shumë, sepse keni hapur krahët e bashkëpunimit me shumë artistë dhe pikrisht më shumë me publikun shkodran. Ju uroj vetëm suksese, duar trokitje dhe shumë të faleminderit. E curi të gjata. Ky ishte vetëm koncerti i tretë recital. Uroj që vazhdimsi të tjera të pasojnë. Shumë duhet përshëndet përzemërsisht ty me të rushnet e mërsi, sepse je me të vërtet jo thjesht një zoj që ke kanë gjithmonë edhe nga një familje zotnish, por me emisionet tuja ti prek çdo zemër shkodrane e kudo shqiptare, sepse emisionet tuja janë shumë të larmishme, jo vetëm thjesht në aspektin e muzikës, por në të gjitha aspektet. Është Shkodra jon, cilësi kena shumë borxhe, sepse Shkodra ka shumë dashuri, si thot kënga, por ka shumë anë të bukura, të cilët krahas zhurmave të tjera të kohës duhen pa me vëmendje, sepse ka kontribute, ka hapa plot frymëzim, ka hapa me munde me djers, edhe që kunojnë me vlera. Faleminderit shumë për çdo gjë. Du me bë një përshëndetje, sepse duhet me bë familjen teme, bashortën, vajzën, djalin, nipat, mesat, të gjithë miq, të gjithë ata që po bashkëpunojnë me mua, e në fond krejt do me përshëndet publikun shkodran, spektatorin e mrekullueshëm, artëdashës të Shkodrës, dhe ju them mirë ardhëshi në koncertin tim 3. Një jetë me këngë të këngëtarit Hajro Pepaj, nesër, në orën 19 në Teatrin Migjeni. Vetëm suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.